Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci ka paralajmëruar masa ndaj subjekteve ndërtuese që vijojnë punime gjatë sezonit turistik në zonat ku ato janë të pezulluara me vendim të qeverisë. Përmes një reagimi publik pas shqetësimeve të ngritura ditët e fundit në media se në Shkodër po shkelet haptazi ky ligj, Beci ka bërë të ditur se gjatë monitorimeve në terren janë konstatuar rastet vijimit punimeve të ndërtimit në zona ku në zbatim të vendimit të Këshillit Ministrave të datës 30/7/2026 për pezullimin e punimeve të ndërtimit dhe të aktiviteteve të lidhura me to në zonat turistike gjatë sezonit turistik, aktivitetet duhet të jenë të pezulluara. Pezullimi i punimeve gjatë sezonit turistik është i detyrueshëm, zero tolerancë ndaj shkeljeve, shpreh Beci. Sipas Bashkisë së Shkodrës, pezullimi i punimeve zbatohet në disa prej zonave më të frekuentuara turistike të qarkut, përfshirë qendrën historike dhe urbane të Shkodrës, aksin Shirok-Zogaj, Velipoj-Rjoll, si dhe zonën Theth Ndërlysaj, sipas përcaktimeve dhe hartave përkatëse. Bashkia ka rikujtuar publikisht hartat e zonave ku aplikohet pezullimi, duke u kërkuar subjekteve ndërtuese respektimin e detyrimit ligjor, ndërkohë strukturat përgjegjëse pritet vijojnë kontrollet në terren për evidentimin e shkeljeve. Sipas kreut të bashkisë, ndaj subjekteve që nuk respektojnë pezullimin dhe vijojnë punimet, do të merren masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Beci lidh zbatimin e masës edhe me nevojën për të garantuar mbarvajtjen e sezonit turistik, në një periudhë kur Shkodra po përballet me fluks të lartë turistësh dhe vizitorësh. Respektimi këtyre rregullave është një detyrim ndaj qytetit, banorëve, bizneseve dhe të gjithë atyre që kanë zgjedhur Shkodrën për pushimet e tyre, thekson ai.